Edhe e treta në çka ka ardhur, thot musbili. Çka është musbil? Ha? Musbil. Al-isbal fi thawb. Kush ka edhe në iki. Musbil i thot ai i cili i shlon pantollat ner zog të kamës. Ç'është erdhëm te çajo që me shumë herë na kanë vet, na kanë lodh më me çiket mesele. Kujt thotë se na hoxhallar që i kemi shlu pak mjekrën thonë se ju e keni qitë që këto. O valla, si keni qitë nëse kjo fe nuk është e jam as e jotja. Po është hadithi pejgamberit. Hadithi është Sahih Buhari, është në Riyadus Salihin, është Sahih Muslim. Kush i din, kush ka qef me hallakat edhe me him polemik me hoxhallar, duhet edhe me ditë emrat e librave. E ka cek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që këtu në çket hadith, që ata që janë çatje, që si u flet Allahu dhe nuk i shikon Allahu, edhe nuk i pastron edhe do t'i dënon dhëmshëm, e ka cek në çket hadith edhe çaj i cili i shlon pantollat e teshat edhe ner zog kamës. Pak problem që këtu shti. Deri shti mirë kjo, ha? Shti pak ku koqet punë. Jo, une, po që shtot është hadithi. Une veç kisha pas qef kështot, me cek që këto, pse jerdë reni, se unë s'kom qef munal kësi mesele shumë, mirë po kom qef mi abot ditur njerëzve se këto nuk jonë që i qesmi na, hoxhallar. Po kjo është diçka shka është në hadith. E une nëse mundona me praktiku, kjo është mundi jemi. Ti nëse nuk don me praktiku në tjetë përgjësia jote, ama mos më gjiko mu se jam sektash, ose mos më gjiko mu se unë jam dikush i ri, ose me dheb i ri, ose e kum qitë unë e pimendis. Ndeshke mjekër, ndeshke pantollar. A jemi qartë jo? Unë e kom për detyr me kallzu, se të muna me praktiku e praktikoj, ama ty me detyru s'muna. Ama e kom bërsh me të tregu. Ti kur ta ndëgjojsh, si dush me kuptu, edhe me shtim praktik bujrën, si me s'dush, grahin përgjegjësinë tënde. Përgjegjësinë tënde. Nëse është te ti ajo diçka jo e vlefshme, grahi. Ti i vlavjem apet, në apet du për hir të Allahut. Edhe apet kom qef më fal me ty me një saf, me hangër me pi me ty bashk. Nuk e kisha bon asnjëherë unë problem. Pa ma parasysh, a është pantallja, a është mjekra. Kurse kisha bon dallim ndërmjet vllaznive, edhe s'duhet asnjëri për juve me po dallim. Asnjëri kjo është mos kuptim i islamit që shduhet, edhe është prapa mbeturi e jonja nëse na nalmi të çështja e mjekrës, edhe të çështja e gishtit, ose të çështja e pantollit, edhe çka, njëri shkon në xhami falet, tjetri në xhami, tjetri në shta falet në rrugë ose hiç nuk falet. Sa njëri thotë nuk shkoj te këta më fal. Pse? Lebe thotë ata ndryshe falen. Çish falen ndryshe? Po i kanë mjekrat edhe i çojnë dur të nal, edhe livritin gishtin. Thotë vish të xhamsha. Jo, Allah, gishtin e livrit ka ardhur në hadith. Ka ardhur që ashtu në hadith, edhe për livrit me gishtin, çka më bësh ti? Fshinje ti çat hadith, unë s'po livrit. Dikush thot, a be thot çat që keni pru fen, thot që Allah na i kshir pantollat neve. S'është Allah thot nxor për pantollat e tona. Thot jadi çti kur e folbi, çket ders, çket mohabet kur kallzohet dikush bën hajgare. Edhe thot Allah nuk është nxor për pantollat e tona, domethënë ai ki shkurtat gata e gal. O Allah, unë kisha pas shef, jo dej të zogi, edhe nër zog, po kisha pas zhak qef mi qu. Ha? Mirë po kur ka ardhur në hadith, unë atëra i përmban na çeti hadith. Te unë është hadithi sahih, ka thonë 100% Muhamedi alayhis salam. E tash njeri i cili nuk i ka për shembull njëtën e përditshme, hala namazin. Hala nuk i ka në praktik agjerimin. Hala nuk i ka në praktik, domethënë shumë, hala haramat si ka pastru krejt. Hala ndoshta bën haramat mëdhaja. Edhe kur ta këshirsh vjen edhe polemizon me mua për çështën e pantollit. O valla, lej ti pantollit. Shkon një herë le haramat një herë. Shkon nisë fali farzët. Fali farzët që ka me vetë Allahu. E kjo është mesela e vogël, se dush me kry se mos dush. Le më vonë kur ti vjen. Ama mos u koçit te çajo. Se dikush është shef mod, unë po habit në kaner, më ardh tash, sikur që shika ardh do vite i vjen kanera e stina, mod, edhe këti bën shkurt. Kreti bën shkurt kur kush nuk kish. Mod do të tash. Yani, ama kur ta shohin një xhaliri, ja ka nis me fal namaz, e ka shlu pak mjekrën, edhe pak i ka shkurtu pantollat, çfarë thotë kjo pas kanë blethat këta. Kjo është gabim, i thonë, kjo është gabim. Edhe çata që e praktikojnë, që shti pikëshilloj, edhe këta shka se praktikojnë, ndeshke pantollje, ndeshke mjekra. Unë ju kisha këshillu kështu. As ju shka e praktikoni, mos ju përzini aty shka se praktikojnë, po edhe ata shka se praktikojnë, mos ju përzini këtu shka e praktikojnë. Ne të vazhdojnë, ne të jesim vllazni, edhe ne të hecin, edhe ne
bashkëpunojnë, ne jetojnë bashkë, ne tamojnë xhamin bashkë. Nuk duhet më konë që ajo shkak edhe mi përqa zemrat, edhe mi përqa xhamiat, edhe mi përqa mezhliset. Sa ajo është shumë e vogël në krahasim me përqarjen. Përqarja është haram. A di çka është haram? E ndaluar rrepsisht. Pi që këtu në 50 dhe mu dashtin 3 vena, këtu 20, këtu 20, këtu 20. Kjo është haram. E mirë me praktiku mjekrën ose pantollët, a është farz, a është sunet? Është sunet i pejgamberit alayhis. Mirë pa, duhet të çajë më pas sebeb, unë me ty më përça, edhe me çel xhami tjetër. Tani më thon xhami me mjekër, xhami pa mjekër, xhami me pantollat gata, xhami me fistana, xhami me pantollat shkurta. A bën kështu me pas në Islam? Kjo është ndaluar, kjo është rrepsisht ndaluar në Islam. Prandaj, edhe ata që e praktikojnë të bëjë sabër mos ju përzi njerëzit. Ata që se praktikojnë lejra ato vëlla, mos ju përzi. Ai që don më mësu më shumë lexon edhe vetë më shumë son, është në praktik, fiton sevap më shumë u kry puna. Edhe ky është musliman i mirë dhe ky është musliman i mirë. Ne nuk mundemi u hin njerëzit në zemra edhe më thon, ky se ti ka pantoll të shkurtë është musliman i mirë edhe vulen edhe në xhenet, kry punat e tij. Ne nuk kjo është puna jone ajo. Ajo është punë e Zotit. Allahu thot në Kur'an dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam njëjtë thot, keni frikë Allahun as sa të mundeni. Nëse dikush ka mundësi më shumë, atëherë më shumë i ka frikë Allahun, dikush më pak, mirë po është bashkimi, edhe bashkëpunimi. Dashnia vëllazërore është shumë më e rëndësishme.